Sikur kalon aty ai tjetri, e vetë çipin aty tak edhe as nuk dëmton makinë, as nuk bën makinë, as nuk e nevojë ta hap. Prandaj thash, ky lloj sistemi që ka dalë tani, domethënë, besoj se do të kem përdor çipat në atë precizion që ata kanë pas. Duke u nisë gjithmonë nga precizioni, asnjë gjë më tepër. Qartë. Dhe mënyra e hiki pastaj, mos pasja këtu do ketë pastaj nga policia, se ne të gjithë e dim, ndodh diçka shumë e vogël aty, vje polici për herë, ti ecën me makinë, po ti me shpejtësi të del polici me vrapa, e kupton? Po çuditërisht, as aty në rreth rrotullim që 50 metra larg ishte policia, dhe as në kryqëzimin tjetër kur del në rrugën që del nga rruga Vjetër e Rinasi që del në përtik në fushkrurje Kryi, e kupton, të bësh 20 kilometra rrugë dhe mos ketë as i post blok rrugësh, mos të ndaloj njeri, ndodhi gjithë kjo ngjarje kaq e madhe, më duket, por këtu ka rënë, domethënë, edhe ajo siguria tashmë, siguria e jetës. Për ta ardhur pikërisht për ta diskutuar edhe nga pikpamja e politikës dhe drejtësisë këtë akt, vetëm pak minuta ose një gjysmë ore përpara ose një orë përpara se të ndodhte kjo ngjarje e rëndë, ministri e Brendshme tha që Shqipëria është i vendi i sigurt, si për ironi dhe si për të bërë, po themi, për të bërë meme, po themi. Dhe ndodhi ngjarje e rëndë. Cilat janë, po themi, këto përfshirjet e politikës dhe drejtësisë në këtë rast kriminal ose në përgjithësi me rënien e sigurisë? Jo, ajo vërtetoi të kundërtën e asaj çfarë ajo deklaroi në të mbledhje komisioni dhe i dha përgjigje në vend që t'i jepshin përgjigje dikush tjetër, ja dha përgjigjen vetë akti që ndodhi në Rinas. Dhe thash, praneja ja u kam thënë që këtu është e ndërtuar mafia shtetit dhe këtu për mua është përplasja e dy bandave, bandës shtetit edhe bandës së rrugës. Banda e shtetit në kuptimin sepse edhe vetë shteti, domethënë, po ta marrim në këtë pikpamje, ka policin, ka institucionet, ka të gjitha dhe këto kanë ato institucionet e veta. Domethënë, përplasje e këtyre të dyve ndodhe e pjesa që unë ju kam thënë që do vi problemi në Shqipëri, do ndodhin konfliktet në rrugë, domethënë do nisi gjëja, do zgjidhet me këto bandet e rrugës, nuk kam më, sepse ndërtosh mafia në shtet, në këto pikë do dalësh pastaj, nuk ke ku shkon tjetër, sepse po t'i vesh re në këto skaje kërçate që kanë dalë, po t'i vesh re janë gjithë shefa komisariatesh, ku diu ministra, drejt shejtan, që marrin rrogë, po ke këto bandat që japin informacione, që bëjnë, se thash, është shumë e çuditshme të bën habishun madhe që në Rinas ndodhi atentati dhe mos ketë një makinë që ta gjymoj, policia të gjymoj ose të ngrej një postoblok, kishte kohë për të ngrit postoblok. Çuditërisht nuk kishte as postoblok asgjë. Pra, këtu ka dorë edhe policia. Pra, bie poshtë ajo thënia e ministres që këtu nuk ka vrasje, këtu nuk ka kështu, ne nuk jemi vendi i tillë, jemi vendi i sigurt, një urdhër në aeroport Rinasit, por është edhe pjesa tjetër pastaj që këta duke qenë se këto aeroporte i kanë lënë mëshirë të fatit themin, duke u dhënë privatëve dhe duke bërë atë pjesën që ne nuk merrim me këtë, të merret privati, këtu privati, ai privati, jo polici private, jo këtë private, e kupton, dhe do dalim pastaj në këtë konkluzion. Do ndodhin këto ngjarje. Se tek e fundit ai polici privat nuk ka pse rrezikoj jetën, ai gjymoi banditin apo këtë. Privatesh ai nuk ka në një përgjegjësi të madhe. Ndërsa shteti vetë nuk funksionon, domethënë. Nuk funksionon shteti vetë. Dhe kjo është i keqja që thash, ti hecën me makinë, del me tabelë e ty pse ke kalu 5 kilometra, nëse ky që bën vrasje hikën i qeta dhe nuk e ndalon. Është edhe rasti që kanë ndaluar gjithë qytetarët që shkonin në punë me skutera, i kanë lënë njerëzit pa punë dhe ishte edhe kur vrajnë Ndieri Sando, nëse ju kujtohet, kur vrajnë Ndieri Sando, polici rrit aty te kryqëzimi, nuk reagoi. Pastaj ikën ata, u bon, u zhdukën, doli makini marroi benzina, ku diun budalliqe idiotizma të tilla që vetëm justifikime të një institucioni nuk mund të jenë. Në justifikime të tilla nuk mund të ketë një institucion. Asnjë lloj justifikimi nuk ka që ata nuk ka pas një postblok, ata nuk i kanë ndjek njeri, ata nuk i kanë ndalu njeri. Nuk ka asnjë lloj justifikim. Kjo tregon se ka një koordinim. Pra, ata kanë pas koordinim ose kanë vërtetuar atë që kanë dalë ke skaje Kërçati, që shumë shefa policie, shefa krimesh e njërën tjetër bashkëpunojnë me këto, me
me këto bandet e rrugës. Japin informacione, marrin informacione, është shumë e thjeshtë. Se nuk ka mundësi tjetër. Është nonsens. Në Rinas, që është pika më nevralgjike e Shqipërisë, që duhet ketë siguri maksimale, se njerëzit kur shkojnë në Rinas, shkojnë me siguri maksimale. Pra ti qofse e përcjell fëmijën, e përcjell deri aty dhe hikën, nuk futesh mrena se s'le njeri, po me u fut mrena për ta çuar deri ke dera avion. Tash qofse ndodhet edhe këtu, atëherë çfarë siguri e kanë këta qytetarët? Po çfarë siguri e kanë këta njerëzit që kanë qenë aty? Po çfarë siguri e ke ti që gjithë bota jep këtë lloj lajmi që ndodh në Rinas, se mos harroni se është bërë lajm ndërkombëtar. Dhe kur bëhet lajm ndërkombëtar, do të thotë se është shumë e rëndë. Nuk është një vrasje, u vra dikush edhe po ta jep bota aty si vrasje, s'ta jep kur. Por duke ndodhur në Rinas patjetër, është pikë strategjike. Dhe unë për ne kam thënë, pika strategjike nuk lëshohen kështu në këtë lloj forme. Qoftë porti Durrësit, qoftë Rinasi, të gjithë pikat kufitare nuk mund nuk mund të lehen në këtë lloj drejtjeje këto. Se do ndodhin këto, pastaj ti i hap rrugë krimin që jo se në aeroportin nuk ka ndodhur. Ka pas ndodhur dhe mbaj mend ngjarjen e para disa viteve kur u vodh, po themi, u vodh një sasi lekësh direkt brenda. U vodh sasia lekëve në atë moment, domethënë ata do t'i kishin vënë mendin kokës. Se të ndodhi ngjarja mes të vodh, u futën mrena në derë të avionit që ata. Derë të avionit, po. Në avionin, mund ta merrin në avionin peng, ku diun, mund thash në ato moment ata duhet kishin zënë mend. Përkundrazi, vetëm interesohen te ajo sa do vjellim, sa do fitojmë, kush t'ja japim tenderin këtij, kujt t'ja japim tenderin këtij dhe siguria. Dhe do ndodhin këto ngjarje pse. Qartë. Mirë, unë duaj që të diskutojmë çik edhe për zhvillimet politike dhe do ta nis patjetër me zgjedhjet e pjesshme vendore në 5 bashki të Shqipërisë, ku rezultati, siç e dim, është i thellë për Partinë Socialiste, por ajo që bën më shumë përshtypje se sa rezultati, i cili deri ku edhe pritej për arsyet që mund të diskutojmë, është pjesëmarrja e ulët, duke kulmuar në Vlorë pjesëmarrja e ulët rreth 12% dhe në total në këto 5 bashki mesatarisht 18 pik diçka po them përqind. Në këto shifra, në kuadër të këtyre shifrave, a mund të themi se ka një fitues, qoftë edhe Partia Socialiste e cila në kuti ka fituar, po themi, por në pjesëmarrja ka legjitimitet? Ligjërisht legitimiteti ekziston, nuk ka, se nuk kemi ndonjë ligj që themi nëse duhet marrim pjesë 50%, pastaj quhet vetëm për kushtetutën, në referendum është ajo. Ndërsa pjesa e zgjedhjen nuk e kemi këtë lloj ligji, që themi që 50% po s'morëm pjesë 50% e votuesve nuk quhen zgjedhje. Kjo nuk e kemi këtë lloj ligji, por ajo do t'i përgjigjem asaj pyetje se kush është fituesi. Fituesi është populli. Populli, sepse populli bojkoton Partinë Socialiste, i dha një damk edhe opozitës shqiptare. Të dyve ju ka dhënë një mësim të mirë për të treguar që nuk është më ai populli që ti mund ta komandosh, mund ta gënjesh, mund ta mashtrosh, mund të bësh çdo gjë. Nuk është ai popull që ti të marrësh edhe të nxjerrësh një kandidat të pavarur, edhe te të thuash që ne po e mbështesim këtë, apo e bëjmë këtë dhe nuk del vetë. Kuptojmë një gjë që në zgjedhjet, në çdo zgjedhje, qoftë lokale, qoftë parlamentare, do pas siglën e partisë askush nuk shkon të votojë, sepse vetë anëtarët e partisë, vetë simpatizantët e partive nuk shkojnë nëse nuk kanë siglën e partisë. Se ata për të siglën shkojnë të votojnë, nuk shkojnë votojnë se jemi të koshient, nuk shkojnë votojnë se është filani, se është burri mirë e ky, që pjesë shumë e vogël në atë përzgjedhje. Pjesa më e madhe njerëzve shkojnë tek sigla dhe sidomos kur themi që do bëhet edhe rotacioni apo ndryshimi, gjithmonë votohet institucioni. Çfarë do thotë që partitë politike janë institucion, nuk janë kot. Një i pavarur nuk mund të bëjë ndryshimin. Kemi realist. Pra, për mua ishte goditje të dy palëve. E politikës shqiptare janë rreth parë që marrin një goditje dhe një mësim mirë se si ndodh,
Dhe kurse për fitoren pastaj që ka fituar Partia Socialiste, unë kam deklaruar edhe mas zgjedhjeve në një emision tjetër, deklarova dhe thash, nuk ka ndodhur asnjëherë në 35 vjet që zgjedhje të pjesme të fitoj opozita. Dhe kur them opozita, jo opozita aktuale, po në 35 vjet kush ka qenë në opozitë, sa herë janë bërë zgjedhje të pjesme, asnjëherë nuk ka fituar opozita. Gjithmonë ka fituar partia që ka qenë në pushtet. Kjo është taksative, sepse janë zgjedhje lokale dhe janë zgjedhje të pjesme që nuk ngrenë në një peshë. Por ajo që ishte më kryesorja që u vure në këto zgjedhje, kush ishte? Unë nuk besoj se ka emisione, ka propagandë për këto zgjedhje. Njerëzit nuk dinin se pse u morën me Erion Belin, u morën me Belinda Ballukun, u morën me ku diun se mesazhet drejt që shejtani e kuptoi dhe zgjedhjet u lanë në heshtje. Nuk patin në një jahon. U morën a do bëjnë zgjedhje në Tiranë, a do bëhet zgjedhje në Tiranë dhe nuk u morën me gjë tjetër. Pra të gjithë të 5 bashkitë ishin inexistent. Dhe ajo që ishte më kryesore, që ishin inexistent, ishte sepse opozita i bojkotoi këto zgjedhje. Pavarësisht ata nuk duhet të pranojnë apo del Berisha dhe thotë jo ne mbështetëm kandidatit, ne bëm këtë, po kjo është lojë fjalësh, kjo nuk mbështetën. Nuk e mbështetën atë kandidat. Se s'kishte si ta mbështeste, sepse vetë ligji i partive nuk e lejon që një parti politike të mbështesi një kandidat apo të bëjë fushatën për një kandidat. Qoftë edhe në sponsorizime, qoftë edhe në pagesa, nuk e kishte këtë. Dhe kështu që Partia Demokratike duhet të ishte vetë në lojë, nuk ishte në lojë, nuk doli jashtë loje, ose të ishte deklaruar se kjo evazivja, pastaj kjo është shumë e keqe kjo evazivja. Sepse as nuk ke se si ta justifikosh, dhe kjo evazivja që unë edhe jam edhe s'jam. Po. Asaj ajo përgjigja pjo. Po. Një përgjigje pjo. Nuk është përgjigje kjo, tash ti je parti politike, je institucion. Nëse ti ose dil e deklaroj thu në këtë raport të SBE-s, thashë, me këtë ne kemi deklaruar që nuk bëjmë dot zgjedhje, dhe ti nuk futesh fare në zgjedhje, deklarosh që nuk futen zgjedhje. Ose si mund ta lexojmë këtë deklaratën e Berishës që nga njëra anë pra mbështet kandidat pavarur dhe nga ana tjetër thotë që nuk ka zgjedhje sërish rikthehet tek teoria e farsës. Unë e kam deklaruar në këtë zgjedhje dhe thash, ky opozita nuk po futet dhe do dali prapë me atë teorinë e farsës si do na vodhi, na bëri me Ramën, nuk bëhen zgjedhje me bëhen këtë. Për ne thash, ka dy lëvizje, se në politikë është me lëvizje, nuk është politika vetëm me fjalë, është me lëvizje. Ti ose do ta bësh dhe thua unë për këto arsye, për raportin ose OSBE-s, për këto arsye, ne nuk marrim pjesë në to zgjedhje, sepse sa doli raporti OSBE-s dhe ka dhënë 1, 2, 3, 4, 5, 6, dhe ti për këto nuk i rregullon dot brenda ditës, ose do futesh në zgjedhje, do pranosh pastaj atë humbjen apo nuk di ose fitoren tënde që mund të bësh. Por kjo përgjigja pjo, pastaj kjo nuk është as politike, nuk është. Dhe themi që është lëvizje politike, nuk është pjoja e lëvizje politike. Tash o dilim ballë ose mos i dil fare. Tash një kandidat i pavarur, se edhe konceptin që përdorin kandidat i pavarur, nuk e di nga është i pavarur ky kandidati, nga kush është i pavarur. Nuk ka bindje ky. Se kur thua është i pavarur, ky s'pas ka bindje fare. Të thuash nuk është antar i X partie, apo Y partie, ky nuk është antar partia, është gjë tjetër. Po thua që i pavarur nga kush? Nga bindjet e veta. Qartë. I bosh, nuk u varga askush. Po, a e rëndon më shumë gjendjen e Partisë Demokratike ky rezultat dhe e gjithë kjo, përveç rezultatit e gjithë kjo pra fakti mos pjesëmarrjes, përqindja e ulët e njerëzve që shkuan në votime, pastaj edhe rezultati, po themi, e zhyt akoma dhe më tej? Unë ju thash që, jo pa qëllim ju thash që shumë fillim që është një shuplak për të dy, është për klasën politike. Mos pjesëmarrjen në zgjedhje është shuplak për klasën politike, qoftë pozitën, qoftë opozitën. Të dyja kanë marrë një shuplak. Nëse nuk din ta lexojnë është puna tyre. Por nuk e ka opozita. Pse? E ka opozita sepse
duhet jetë opozita e cila duhet të ngrej kauza, duhet të ngrej alternativa, duhet të luftoj. Unë kam qenë kundra daljes së këtyre të pavarurve. E kupto pse? Sepse nuk mundet një parti politike duhet luftoj. Kauza e saj është lufta. Në qoftë se ti nuk futesh në zgjedhje, në qoftë se ti nuk i fton njerëzit në zgjedhje, në qoftë se ti nuk merr vesh se sa njerëz ke, se edhe votimi është një masë, është një test që ti të kuptosh se sa mbështetës ke. Për shembull, Rama nuk donte ti bënte zgjedhjet në Tiranë. Dhe unë ja u shpjegova pse nuk duhet të bëjë Rama zgjedhjet në Tiranë, sepse Erion Vilia ka fituar me 60.000 vota. Nëse do boten në Tiranë, ai do të fitote, po do të fitote me 10.000 vota, me 20.000 vota tepër. Mirë, po është një humbje drastike nga 60 te 20 apo 80. Dhe Rama nuk e kishte këtë siguri. Nuk e kishte për gjithë skandalet që kanë ndodhur. Plus edhe i plasi dhe ajo Bilinda Ballukut dhe ai bëri atë lojën tjetër pastaj që t'ja japi ta bëj Qartë. se t'i japi drejt, ne dalim jashtë loje në këto zgjedhje, dalim të fituar se ne kërkuam këtë, ne vendimi gjykatës s'kemi ç'a bëjmë. Qartë.